Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu deklaroi se synohet ngritja e shkollës së aviacionit ullor, teksa shtoi se do të blihen 2 avion zjarfikës, duke u përgjigjur pyetjeve të deputetëve në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes, ku prezantuar projekt buxheti për vitin 2026 për Ministrinë e Mbrojtjes. Ministri Vëngu shpreh se që prej vitit 2007 Shqipëria nuk ka fluturuar asnjë avion ushtarak, shkolla e aviacionit ullor është mbyllur. Ministri Vëngu shpreh se do të ngrihet ky kapacitet përmes bashkëpunimit me një kompani izraelite, ndërsa shtoi se ka filluar zbatimi i këtij projekti dhe është parashikuar financimi përmes këtij projekt buxheti për ndërtimin e infrastrukturës përkatëse si për akomodimin e helikopterëve të shërbitjes, ashtu edhe për akomodimin e pilotëve që do të trajnohen. Vëngu bëri gjithashtu të ditur se do të blihen 2 avion zjarfikës, duke sqaruar se nuk kemi thënë asnjëherë se do të blejmë mjete Canadair, të cilët janë jo vetëm shumë të kushtueshëm, por prodhimi i tyre nënkupton marrjen e tyre në vitin 2029 me ritmet aktuale të prodhimit në Europë dhe Kanada.